Flamurtari humbi në transfertën e Shkodrës përballë Vllaznisë vendase, por zhvilloi një lojë pozitive dhe të madhe. Nga ana tjetër, Vllaznia u rikthye fitoreve në kampionat pas 6 ndeshjeve radhazi, në të cilat nuk shënonte sukses. Kuqezint humbën në transfertën e Vllaznisë me rezultatin 3-2 në ndeshjen e zhvilluar në Loro Boriçi, një ndeshje e cila ka mbetur e hapur deri në fundin e saj. Ndeshja nisi mirë për shkodranët me 2 gola të njëpasnjëshme të Balajt që u duk se futën ndeshjen në shinat e dura për ta. Vendasit më pas ulën ndjeshëm ritmin dhe dukej se gjithçka po shkonte mirë, por përpara pushimit të sfidës, Flamurtari shkurtoi diferencën duke u afruar edhe barazimit. Gjithsesi, pak sekonda pas kthimit në fushë erdhi goli i tretë i Vllaznisë me Jagon, por në vim Flamurtari përsëri shënoi dhe hapi ndeshjen deri në fund. Megjithatë, vlonjatët nuk krijuan më shumë siç mendonin, ndërsa shkodranët shpërdoruan mundësi të mira për të mbyllur ndeshjen, duke mbetur në ankth deri në vërshëllimin e fundit të takimit. Trajneri i Flamurtarit Francesco Moriero foli pas humbjes së Flamurtarit me rezultatin 3-2 ndaj Vllaznisë. Më vjen keq që nuk dola me pikë në një ndeshje të rëndësishme që bën çunat. Jemi duke komentuar që ekipi po luan, por humbasim gjithmonë pikë. Luajtëm ndeshje si të barabartë, çunat bën atë që duhet të bënin. Duhet të përqendrohemi te situata loje që bëjmë akoma gabime dhe i vuajmë. Folëm në dhomat e zhveshjes dhe tham të futemi ashtu si e mbyllëm pjesën e parë. Për fat të keq sa filloi pjesa e dytë për 30 sekondat e para pësuam gol. Është e vështirë të rifillosh dhe futesh përsëri në lojë. Sipas meje aty e humbëm ndeshjen te 30 sekondat e pjesës së dytë. Një lojtar i ynë i bëri penallti me mbrojtje të vendosur, nuk ka lidhje me mbrojtjen. Sot Flamurtari bëri ndeshje të madhe, sulmua me 5 lojtar. Duhet të përmirësohemi tek disa gabime individuale. Për këtë punë jemi këtu. Kampionati mbylli vitin kalendarik, por të rikthyer në janar, ndërsa Flamurtarin e gjen në transfert.